Por e di që flamuri ka rënë në pjesë nga ana ndej ka shporta e motorinave. Asnjëherë s'kam tregu rrejtje për një simbol të shtetit ose të kombit tonë. Madje edhe kur e dini nga tradita që kemi pas dasmat përpara si bullak që i ka dhënë, unë kanë vendos atë dhe e kam majtë edhe flamur në vetur. Thash, çka ka me mjekrën time dhe thash, çka ka me pantollat e mi. Tha, nuk është e lejueshme të vish me mjekrë, tha, në shkollë, as me pantallona të shkurtër. Asnjëherë ligjërat s'kam pajt për fe, as për tjera lëndë përveç gjuhës angleze. Gjithashtu gjyshi ka qenë edhe hoxh edhe me plis dhe shpesh herë ashtë shumë që e kam dashtë edhe ja kam marrë plisin e kam vërë në kokën time. Ajo ditë ishte një ditë mësimi, faktikisht për neve, vetëm se ishte me orarë shkërtuar, ashtë që në kanë lajmëru në grupë shkollës në Viber. Edhe unë kam shkuar me kodë, kam hyrë në klasë, edhe aty kam gjetë gjithë nxënësit, vetëm nëse ndonjë ka munguar, ashtu se më menda kam shkruar në ditarë në një që ka munguar. Edhe paraprakisht në grup e kam ditë që kam pas një manifestim që është ndodhë çdo vit dhe ai nuk ishte proces mësimor, po ishte jashtë mësimit, orarit mësimit në ndërrimin e paradrekës. Dhe unë zakonisht mundoha mi përmbajt gjitha rregullave të shkollës, natyrisht s'kem drejt mi kundërvu atyne pa arsye me përmbajt të gjitha të rregullat të shkollës. Edhe në momenti kur kam hyrë në klasë, e kam gjetë klasën në rregull gjithçka si çdo herë dhe kur kam fillu, ju thanë nxënësve që të bëhen gati që se po filloj me mësimin. Kam pas se disa nuk ishin gatshëm me fillu në bazë të asaj që do t'i kenë librat përpara dhe mandej dy nxënës i kam pas kështu përpara, faktikisht në rreshtin që është në mes rreshti tri rreshtet e bankave. Rreshti mesëm ka qenë ku është edhe banka e mësimdhënësit. Kam fillu edhe me i shkru orën, pastaj kam fillu edhe një orë e kam pas pa shkru për shkak që ndonjëherë na ik pa shkru për shkak që ndoshta filloj me njëherë me mësimin, mos me lanë me ndodh zhurmë në klasë ose diçka tillë. Edhe në momentin kur jam ngrit për me fillu mësimin, edhe kam pa që disa nxënës nuk ishin gatshëm me fillu ende, siç e shpjegova për shkak që si kanë nxjerr librat dhe kishte atmosferë festive për anës tyre edhe në orë. Dhe natyrisht unë kërkova që të filloj me mësimin duke i përmbajt rregullave në klasë që janë edhe në shkollë. Pikërisht kanë qenë këta dy nxënës që kanë qenë më të spikatur në veshjen e tyre atë ditë dhe asnjë urrëtie s'kam për atë veshje dhe kam kërku natyrisht duke ju përmbajtur rregullës të shkollës që qenë me uniforma nxënësit në klasë në orë. Në momentin e parë normal që nuk u përgjigjen pozitivisht ndaj kërkesës ime, por në pyetjen edhe një herë kur i thash të dyve edhe asaj vajzës edhe atë ideali më dëgjoi, sepse kanë qenë të mbështjellur për trupin me flamur. Ky djali dëgjoi edhe heki flamurën, Po. Edhe plisin faktikisht ka pas dyja ti ka hek, po. Ndërsa kjo vajza edhe pse prapë i thash 3-4 herë minimumi ose edhe më shumë ndoshta, s'm kujtohet saktë, po të paktën 3 ose 4 herë i kam thënë. Me fjalë duke i tregu se është rregull në shkollë që mi pas të gjithë uniforma siç edhe dinin ata, por ajo insistonte se jam rregulluar tashmë dhe nuk mund të heq, sepse jam bërë gati për në kohën kur kanë me marrë pjesë në manifestim. Dhe në atë moment, për shkak që ndoshta unë si mësimdhënës u ndiva pak jo mirë në raport me autoritetin e një mësimdhënësi, me që ajo nuk pranoi ta largonte ato, as i kishte librat e nxjerrura në gjuhës angleze përpara që me fillu me mësimin. Dhe për shkak të rregullës që kem që na kanë thënë si mësimdhënës, për jashtuar atë ditë, s'ka marrë asnjë mesazh nga menaxhmenti ose nga kushdo qoftë në shkollë që kanë qenë përgjegjës për manifestim. Unë vendosa në atë moment mos me shkruaj mbrejtje, por e largova nga klasa, jo me pretekstin pse ka veshur flamurin asnjëherë, sepse unë kam dhënë mësim 18 vite aty dhe asnjëherë nuk ka ndodhur një gjë e tillë, sepse kam pa me flamura me qindra herë. Kuptimin qindra nxënës me flamurë me flamura ose ato veshje. Me ato simbole me veshje. Kur i kanë thënë që dal nga klasa vajzës, as jam shprehur keq me fjalë mira dhe botë, sepse për ndryshe po të isha sjellë edhe ndoshta më ashpër ose diçka, do ta kisha shkruar edhe mbrejtje, po e kurseva edhe nga mbrejtja, gjë që është e dëshmuar, që nuk e kam shkruar. Dhe kur ka filluar me dal, ka dal me shpejtësi në mënyrë jo në rregull, që mundet me dalin nxënës me mirësjellje. Dhe pas kësaj, dy nxënës në shenjë revolte kanë hedhur kanë dalë në shpejtësi dhe duke vazhduar të dalë, më kanë hedhur me flamur mbi kokë. Ka qenë pikërisht ai ideali që veç ka largu flamurin, edhe një nxënës tjetër që nuk më kujtohet cili ka qenë, sepse s'kam pas mundësi me ditë cili me pa faktikisht. Se isha ulur duke shkruar orën që shtregova. Pas kësaj nuk ka shku gjatë, ndoshta 1 minutë e diçka 2,
nuk jam i sigurt sakt sa ashtu. Shumë shkurt ka ardhur Zëvenci i shkollës. Sapo ka hyrë në klasë, nuk e maj mend që asgjë më ka shikuar në sy si punëtori i tij aty ose si koleg në farë mënyre. Po, as që më ka shikuar në sy si punëtor apo kolegi i tij. As që ka marrë parasysh në konsiderat, as më pyet se çfarë ka ndodhur. Dhe ka filluar më një herë më mbajt fjalim nxënësve, dhe ai fjalim nuk ishte diçka i thjesht, po ishte goxha pompoz. Do të thonë i fryrë në kuptimin ju fliste për patriotizëm, se baba im kështu ka qenë, ka bërë gjithmonë plisë, janë këtu, kështu. Kanë luftu për flamore, për plisë, kështu. Patriotizëm hap thojzat? Ndërsa nuk i interesante domethënë që të më pyes mua se çka në të vërtetë ka ndodhur, si ka ardhur gjendja punës deri te ajo që unë e largova atë vajzën nga klasa, edhe pasi u mbajtin ja 3-4 minuta fjalim ashtu, nxënësit vazhdonin ta brohorisnin Zëvencin. Dhe në mënyra se si ju mbante aty në një, si them tash, akuzojnë ta quaj ligjërat apo vetëm fjalim ashtu. Mënyra se si ju drejtojnë nxënësve ishte shumë fyse ndaj meje dhe për ulse. Duke u munduar që të më ul sa më shumë për çfarë çuditem. E ki fjalën që ti një shpërfillum. Ajo po se po domethënë edhe mënyra që më injoronte edhe me trup, kthehej vetëm nga nxënësit dhe ju drejtohej me fjalë shumë maja, si patriot shumë i madh, si ndërsa harronte që edhe unë jam shqiptar. Jo pse e them këta që më u bë çefin shqiptarëve, po jam i krijuar si një prind shqiptar. Jam i lindur prej dy prindve shqiptar. Dhe skuqoj as me mendu, me mohu, sepse është diçka më rënd nëse kisha bërë një gjatë tillë. Edhe harronte se edhe mësimdhënësi i cili ishte në klasë unë në këtë rast, vipi një familje domethënë që ka bërë plis gjyshi. Edhe ndoshta më shumë unë kam mbajt plisin se sa vetë Zëvenci. Gjithashtu edhe flamurin si adoleshent, edhe më i vogël ndoshta kam mbajt me ndoshta 10 herë. Mbas se kam edhe ndonjë incizim përpara që na incizuan në dasma. E kuptoj. Madje edhe kur e dini nga tradita që kemi mbas dasmat përpara si bullak që i kanë dhënë, unë kanë vendosur atë dhe kam mbajt edhe flamurin me turr. Dhe s'po them këtë që t'ja bëj çefin dikujt. Kam qort atë pjesë ti Muhamet. Vetëm thjesht po tregoj domethënë që asnjëherë s'kam treguar rrejtje për një simbol të shtetit ose të kombit tonë. Dhe 18 vite sa kam punuar në Xhemal Mustaf, mandej domethënë ata dy që u revoltuan ashtu, domethënë mandej në shpejtësi u ngritën edhe veç kam pa veten që më kanë gjujt me flamorë dhe ato dhe unë i kam larguar nga vetja. Zoncat që u revoltuan e kam po veten që më kanë gjujt me flamur edhe me plis. Po. Më kanë gjujt me flamur edhe me plis, pastaj unë i kam larguar nga vetja, domethënë. Ndoshta unë i kam larguar nga jo dyat për një herë në një njëjtin vend, por e di që flamuri ka rënë në pjesë nga ana andej ka shporta e motorinave, por jo që kanë kap edhe jam çu e kam hedhur ata. Edhe kjo ka ndodhur domethënë në afekt, sepse unë nuk e kam ditë që ka menduar ajo gjë as po të përsëritet një gjë e tillë, do të kisha menduar vetëm 1 ose 2 sekonda dhe s'ka gjë edhe nëse ma hedhin nër kokë se jam më i madh, më i pjekur edhe mund të kuptoj nxënësit. Në zemër të kërkujt si hyj unë me ditë për çfarë qëllimi ka kryer dikush, qëllimi është i fshehtë në zemër çdo njeriu për çfarë do lloj veprimi. Ndërsa prej anës time unë deklaroj këtu edhe përgjithmonë nuk e ndroj fjalën time çka them, domethënë nuk ka ndodhur asnjëherë me paramendim, as me qëllim saktuar. Ajo ka ndodhur në afekt, aq më pak fetar, sepse feja ime nuk mëson askund, nuk ka dëshmi për një gjë të tillë që unë ose kushdo që ta bënte për të qëllim. Kam marrë rrejtje me gojë prej drejtorëve paraprak, por lirisht mund të them se 99% kanë qenë të pabaza, ndërsa 1% është që as nuk diskutohet mes njerëzve që kanë arsye dhe logjik shnosh. Unë rrejtje kam marrë me gojë verbale prej vitit parë kur kam filluar mësimin. Arsyeja ime është pse unë ndoshta mundohem ju përmbajt fesë time të cilën unë e besoj dhe tani që u bëj viti 20 që po punoj në atë kohë nëse se dia mund ta them, por drejtori atëhershëm nxiste prindër të ndryshëm për shkak të notave që fëmijët e tyre nuk kanë arritur të marrin notë maksimale, mundohet më akuzonte për diçka, ndonjë pjesë lidhur me fe diçka, gjë për të cilat ose të cilën asnjëherë nuk ka pasur dëshmi për to, që ta devijoj ndoshta mënyrën se si ta thot lidhur me fe, se edhe unë kinë se jam fetar ose edhe unë besoj në Zot, por se shite ndoshta në trupin tim, sjelljet e mia, në fytyrën time, diçka më ndryshe
nuk ishte e pranueshme tek ta. Do të thonë Muhamet, Se unë isha ndryshe nga ta ndoshta pak. po aludon se ata kanë posë vretje për pamjen tonë. Do të thonë ky është Prej qëllimi. atëherë ka qenë gjithmonë më shumë për shkak të asaj. Po. Po edhe për shkak të notave. Nuk doni ndoshta për arsye të ndryshme, domethënë për shkak të notave. Pra, vrejtja atyre S'kishin Vrejtja atyre, kapën tek unë. Ka qenë- kapeshin diçka tjetër, ndoshta një fjalë nëse dikush më ka pyet jashtë mësimit ndonjë zënës diçka lidhur pamja me ime te. ka qenë tek pamja apo paraqitja ime, pasi që edhe në atë kohë kim mbajt mjekër Jo, ndoshta ma bon, po ma herët kam pas më ndryshe, domethënë, jo në rregull. Cilat kanë qenë kërkesat ose çka ka thënë dikush prej stafit me material që për juve ka qenë më e rënda? sidomos 4-5 vitet e fundit prej kohës të Covidit e këndej. Normal njeriu në bazë të dijes edhe vepron në bazë të asaj dije. Unë jam bë pak ma, nëse mund të them këtu përpara juve, jam mundu me qenë më i devotshëm, ndërsa herën e parë kur kem shku në shtator, në fillim të vitit shkollor, Cilin vit? 2024? jo, ka qenë më herët, sa ishte Ndërsa tash, herë nuk e dia mund ta e parë them kur kem emrin e drejtoreshës apo s'ka në nevojë. fillim të vitit shkollor ti shvlerëson është mbrojtja jote. Ka qenë edhe drejtoreshe e arsimit të Komunës Prishtinës, Ti pastaj shvlerëson. Është mbrojtja jote e pa edhe emrin. edhe në momentin që kam hyrë në shkollë, më kanë dalur, por në fakt jo në dalje, siç mund të bisedojnë dy njerëz që s'janë armiq mes veti, dhe në mënyrë injoruese vetëm duke ecur ajo, unë ndala dhe duke ecur ajo dhe më tha Muhamet, tha nuk mund të vish ta kështu në shkollë ma. Dhe e pyeta, thash si kështu, mundesh më tregu sepse doja dija cila është arsyeja dhe jo vetëm se unë si isha një njeri që s'kuptoj. Dhe mu drejtu me gjest ka mjekra, tha mjekrën, tha dhe pantollat. Thash çka ka me mjekrën time dhe thash çka ka me pantollat e mi. Tha nuk është e lejueshme të vish tha me mjekrë tha në shkollë, jas me pantallona të shkurtër ose pantolla të shkurtër. Dhe unë kërkova, thash nuk kam dëgjuar asnjë ligj që ndalohet në Kosovë me shku në vend punës dikon me mjekër. Dhe I kërkova nëse ka ndonjë ligj që ndalohet që ta di dhe mandej të veprojmë sipas ligjit, nëse që mos të thejmë ligjin ose të veprojmë ndryshe mbazë. Dhe gjithashtu duke bërë me shenka pantallonat e mi, thash a ka marrë me shiko, thash a ka marrë me pantallona të shkurtër, ajo vetëm mbi zog kames. Edhe as donte t'ja dinte për këtë çka unë mundohesha të jem i arsyeshëm dhe të kërkoj nga ajo që të më sqaroj lidhur me ligjet që I ndalojnë këto. Këtu po pretendohet që ke folë për religion në shkollë. A kishin mësues i religionit apo kishin mësues i anglisht? A mund të them Kjo tregon vetë faktin që më punoj si mësimdhënës si gjuhës angleze aty. Asnjëherë ligjërat s'kam pajt për fe, as për tjera lëndë përveç gjuhës angleze. Edhe pse kam pas provokime të shumta prej nxënësve. E ndonjëherë edhe prej menaxhmentit dhe madje kam edhe fakte tjera që më kanë marrë edhe sa herë në zyre, edhe me ndonjë të kolegë timin në krahën në anën e tyre, duke u munduar që të më ndryshojnë personalitetin tim, besimin tim, bindjet e mia. Dhe një prej fjalive që më ka mbetur më shumë në mendje dhe që besoj se harroj kur ishte, përse nuk bëhesh si ne sepse I gjithë komuniteti këtu jemi ndryshe prej teje, ti ndryshe prej të gjithëve. Dhe kjo drejt për drejt, domethënë kishte të bëj me ato që fola më herët që unë jam vjen nga një familje që e ka bërë disën, po ashtu edhe ta ullë. A mundesh me shpjegu të gjykos? Prindi juaj, prindet e juaj, ku ka formuar? po. Po, Babai ka punu në arsim, si mësimdhënës I gjuhës shqipe Babait në gjimnaz për 42-3 vite. Gjithashtu edhe nana si motër medicinale. Gjithashtu gjyshi me të cilin tash ndoshta një detaj shumë të vogël, Po. ka qenë edhe hoxhë edhe me plis dhe shpesh herë ashtë shumë që e kam dashtë edhe ja kam marrë plisin e kam bërë në kokën time. Gjithashtu s'mbaj mend asnjëherë nga familja ime që kemi pas problem me flamur ose me plis. Gjithashtu as më nje dikush për një gjë të tillë që unë e kam përdosur në thojza, apo I them kështu falë shprehjen. Këto dy gjëra që veç e ceka, flamurin edhe plisin. folë për religion me ndonjë prej kolegëve tu. Gjatë kohës punës. Nuk më kujtohet ndonjë incident ose rast që kam bisedu kështu diçka specifikisht, po si njerëz të gjithë që jemi, ndoshta është përmend diçka, po nuk më kujtohet. Çka ka ndodhur mbasi që I ke kryer orarin e punës? Pas mësimit, domethënë, unë s'kam qenë I ftuar në asnjë mënyrë
prej menaxhmentit që të marrë pjesë në manifestim dhe në ndonjë detyrë lidhur me atë. Dhe natyrisht pasi është kryer mësimi, tani nuk më kujtohet, ai ka mbajt gjitha orët a ditë, nëse veç që i ka mbajt janë dokumentuara besoj, po këtë pjesë më kujtohet ndoshta këtë moment. Mirë po di që pasi kam dalë prej shkolle, kanë fillu thirrjet të shumta të gazetarëve dhe insistonin vazhdim, domethënë pa u ndalur. Dhe nuk i nisha asnjë numër, sepse natyrisht unë si kam numrat e asnjë medie. Mirë po, është një gjë që edhe faktikisht jam habitur shumë, nga e morën vesh ata aq shpejt që ndodhi një incident i brendshëm që as ka ndodhur me qëllim, e as ishte lënduar dikush, e as ishte fyer nga ana ime askush, po ishte totalisht alienizim ose tjetërsim i ngjarjes prej asaj që ka ndodhur. Nuk është fjala vetëm për zmadhim, ajo po dhe krejtësisht i ndryshuar skenari sikur të ishte një film prej anës tyre që kam dëgjuar në për media dhe edhe këtu. Sikur të ishte e kurdisur ose e paramenduar prej anës kundër. Jam çuditur edhe thjesht. Sikur të ishte e kurdisur. Edhe natyrisht unë kur jam për një gjë që kam ndodhur, nuk mund t'i përgjigjem dikujt huaj që se kam, sepse në ato momente njeri nuk din çka flet, sepse kam vendosur domethënë që mos përgjigjem në asnjë thirrje. Në ato moment. A keni folë diçka ditën kritike para nxënësve ose para kolegëve të tu kundër simboleve kombëtare? Me mendjen time s'kam as edhe një fjalë që kam fol në diçka lidhur me simbolet në aspekt në fyrës tyre, asnjë gjë. Pse unë njoh si simbole kombëtare, desha unë t'i pranoj. Përveç zëvendësit që e pash prindin nuk di që kam parë ndonjëherë. As si emën kështu nuk tingëlloj i njoh shumë? Unë i pash vetëm dy, nëse s'gaboj ma kujtoni edhe ndonjë nëse ishte dikush e tregoj. Jo si emën ato kujtu. Se e përmendi edhe emrin aty. Mbi emrin e di, domethënë se e ka pas kjo vajza ka pas edhe gjyshen e saj zëvendëse në shkollë, me sa më mend në fillim viteve kur ka filluar urdhëron. Nuk i njoft ata, nuk pa mend që kam parë ndonjëherë. Fakt se vjen nga një familje që e ka bërë tisën, pashto dhe tavur. A mundesh me shpjegu trupë gjykus, prindi juaj, prindët e juaj, ku ka punuar? Po. Babai ka punu në arsim, si mësimdhënës si gjuhës shqipe, në gjimnaz për 42-3 vite. Gjithashtu edhe nana, si motër medicinale. Gjithashtu gjyshi me cilin, tash ndoshta një detaj shumë të vogël, ka qenë edhe hoxhë edhe me plis, dhe shpesh herë ashtë shumë që e kam dashtë edhe ja kam marrë plisin e kam bërë në kokën time. Gjithashtu s'mbaj mend asnjëherë nga familja ime që kemi pas problem me flamur ose me plis. Gjithashtu as më nje dikush për një gjë të tillë që unë e kam përdosur në thojza, apo i them kështu pa një shprehjen. Këto dy gjëra që veç e ceka, flamurin edhe plisin. Ju deklaruat që punoni që 18 vite në këtë shkollë. Po, në fakt kam punu 18 vite. Dhe këtyre 18 viteve, a kujtohet, a kanë testuar pjesën e flamurit kombëtare në pavarësisë së Shqipërisë? Po. Ka ndodhur njëherë që t'ju bëjmë ftesë zyrtare organizatori apo jeni shkuar solidarisht në pjesëmarrjen? Me sa mbaj mend, domethënë në fund njoftimeve, po nuk guxoj me thënë që është patjetër këto që po them tash. Çdo herë në njoftime që kam pasur kur kem bisedu me kolegë, kanë thënë që ti Muhamet jep me këta në këtë pjesë të evenimentit. Ti Muhamet jeme në këtë pjesë të evenimentit. Për shembull, mi prit ata që kanë ardhur prindërit ose mysafirë që kanë këtu. Je përfshin organizimin në përformë. Po. Këtë e mbaj mend më shumë ti, se besoj që më shumë ti ka marrë pjesë vetëm pritje bashkë me disa mësimdhënës tjerë, kuptohet. Jo vetëm unë. Po. Muhamet, juve thatë që nga koha e pandemisë e tutje jeni munduar të jeni më të devotshëm, po flasim në aspektin fetar, po? A është e vërtetë? Po. Kështu po e them që jemi të devotshëm edhe në deklarimin tuaj, por megjithatë është e drejtë juaj atë Patjetër. të mbroni. Juve keni jap 2 deklarata në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur me 27/11/2024. Po. Kjo është e vërtetë, po? Po. Një keni dhënë në policinë e Kosovës në datë 27/11
dhe tjetrën në zyrën e prokurorit me 22/04/2025. A janë në shkrimet e juaja? Kjo është. Po. Në këto dy deklarata, Muhamet, ju keni pranuar që keni hudhur në shport flamurin dhe plisin, kombëtar, shqiptar, dhe se për këtë keni kërkuar falje dhe keqardhje për gjithë ata që kanë mundur të prekën në lidhje me këto veprime tuaja. Është e vërtetë? Po, ka sqarim për këta nëse më lejohet. Mdyra ndoshta herën e parë që shkem deklaruar në polici, ndoshta kam qenë pak normal atë ditë ka ndodhur, domethënë pas ngjarjes. Edhe nuk është e lehtë kur ishe një 2 veturat policisë dhe vinë shtëpit marrin dhe hera e parë që kam dhënë ndonjëherë deklarat në polici, nuk e mohoj faktin se ndoshta ka rënë jo komplet flamuri, ndoshta ka rënë një pjesë e flamurit në shport, por ndoshta fjalën nuk e kam thënë sakt nëse është në deklarat ashtu që si e lexoi prokurori. Unë kam hjek domethënë prej vetes si me flamurin në afekt. Është gjë që ka ndodhur, skuzoj me mohua se mohoj. Edhe mënyra qysh, domethënë ndoshta unë e kam shpreh në mënyrën jo duhur në atë moment kur kam dhënë deklaratën e parë para policëve. 5 muaj pas veprimeve tuaja, ju keni dhënë deklaratë edhe në prokurori. Dhe pothuajse në mënyrë identike keni përshkruar ngjarjen siç e keni përshkruar edhe në polici. Nëse më lejon, kisha më cituar vetëm një përgjigje në lidhje me këtë veprim. E vërtetë është që e kam marrë flamurin, nga se të njëjtin ma kanë hedhur në zënë si pikok, deri sa unë po shkuoja orën mësimore, dhe e kam hequr nga trupi dhe e kam hedhur në drejtim të shportës që e kam pasur afër. E vërtetë, domethënë po mënyra qysh e pas kam thënë aty në deklarat, nuk është domethënë se unë e kam kapur dhe kam gjujt me qëllim pa ndodhur diçka, domethënë po në afekt ka ndodhur ajo. Domethënë unë e kam largu dhe jo sikur ndoshta qysh është paraqitur se kam kapur pa e ditë ngjarjen saktësisht që ma kanë hedhur mbi trup. Juve më herët deklaruat, që keni deklaruar edhe në prokurori, që flamuri tu është hedhur në trup. Flamuri kombëtar shqiptar. Juve jeni i njoftuar që ajo është simbol kombëtar i shqiptarëve? Prej që jam me me vedije. Mbrojtësi e kundërshton pyetjen? E kundërshtoj, kemë dhe konsideroj si shumë provokativ. Për shkak se ky e deklaroi si shqiptar është dhe është simboli im. Gjykata nuk e lejon pyetjen, pasi që i pandehuri paraqiti qëndrimet e tij lidhur edhe me njohjen e simboleve kombëtare. Kur është hedhur flamuri kombëtar shqiptar në trup, juve keni deklaruar tash për të tretën herë që e keni hedhur në shport, në drejtim të shportës. Është e vërtetë? Po besoj që u përsërit. Përsërit. Duket që u përsërit pyetja. Po, u përsërit. Ti mbetesh pranë shpjegimeve që i dha. Po. Por më tregon ti, Muhamet, kur të është hudhur flamuri kombëtar shqiptar, tregove edhe historinë të familjes sot, të gjyshit tanë. A ke ndjer ndonjë ndjenjë kombëtare për atë flamur? Mbrojtësi, kundërshton pyetjen? Po saraj komplet për flamurin, edhe edhe për timin edhe për krejtë. Po ashtu, e saraj si e ka bokit, e saraj. Kota nuk e lejon pyetjen? Qofse ke ndjer ti që është flamur kombëtar dhe ke ndjenjë patriotike dhe pse e hudha në shport? Gjykata ndalon pyetjen si kapcioze, kur i parashton pyetje dëshmitarit, këtë rast edhe të pandehurit, me konfirmuar një fakt sikur ky ta kishte pohuar me lart. Ky asnjëherë sot nuk e konfirmoi se e ka hudhur në sport, në drejtim të sportës. Okej. Prandaj pyetja është kapcioze. Nëse ky pyetje tjera prokuror, riformulo pyetjen? Po, lirisht. Po, atëherë në qofse ke pas ndjenja kombëtare në lidhje me flamurin, pse e hudhe në drejtim të shportës flamurin kombëtar? Mbrojtja kundërshton pyetjen. Gjykata e ndalon pyetjen. I pandehur u përgjigj disa herë. Sipas deklarimeve që i that edhe sot, ju keni pasur në vazhdimsi
probleme me menaxhmentin në lidhje me praktikimin e fesë suaj dhe problemet që ke pas me kujdestarët e klasave dhe me nxënësit në lidhje me lëndën që ti ke ligjëruar. Një ndër vërejtjet që ju i potencuat sot që keni pranuar nga menaxhmenti është që nxënësit kanë marrur notat e ulta në gjuhën angleze. Kanë marrë notat e ulta në gjuhën angleze. Që ju e keni ligjëruar. A mos ka qenë kjo një ndër arsyet që ju nuk keni qenë fokusuar në ligjërimin e gjuhës angleze? Cila Si vërejtje e prindërve. mbrojtësi e kundërshton pyetjen me arsyetim? Arsyetimi është e paraqet prokurori gjendjen e përgjithshme sikur kërkit nxënësat të dharonë në nota të vogla. Kam dëshmi për këta, domethënë çdo vit e kam realizu plan programin dhe po të mos kishte 5 ose 5 të shumta, 5 ose 5 dhe 4 e 3 e jo vetëm ndonjë notë që dikujt si ka pëlqyer, atëherë do të ishte Mirë, kam qartë. dëshmi kundër meje. Domethënë pik, unë prokuror. I pandehur, nga dëshmia e dëshmitarëve paraprak u potencua se ka pasur vërejtje të vazhdueshme se ju keni folur edhe për çështje fetare gjatë orës suaj me nxënësit. A është e vërtetë kjo? Jo. Nga dëshmia e dëshmitares Margareta, që dha sot, e njëjta ka pranuar informacione dhe të dhëna që ju keni thënë nxënësve që muzika është haram. A është e vërtetë kjo? Le ta dëshmon. Ajo vetëm një deklaratë prej anës saj. Tash po të bën. Nëse jashtë shkolle kem bisedu jashtë mësimit për një gjë të tillë, më ka pyetur ndonjë nxënës, Po. natyrisht e kam pas obligimi të rregu për diçka që e di. Po sipas teje në orë si ke thonë. Jo. Mohamed, çfarë vërejtje keni pranuar së fundi në lidhje me këto veprime që i keni ndërmarrë? Menaxhmenti i shkollës, respektivisht drejtoria e arsimit komunal. Pas ngjarjes së fundit, Po, asnjë vërejtje përveç asaj që për momentin domethënë jam suspendu ose jo suspendu, po si ishte kjo shprehja. Më fal. I pezullum. I pezulluar, po, për 6 muaj ose deri në 6 muaj, si ishte aty e shkruar në dokument. Moment, domethënë sipas teje arsimtarja kolegja Margareta nuk është paraqit fare në klasë. Gjatë asaj. Masi që këshuroj ndoshta ka ngjarja, ndoshta ka hyrë në klasë se kom pa. Po, Gjatë ngjarjes nuk ka qenë klasë. Se si e përshkruaj gjatë ngjarjes, po Po. gjatë asaj orës, derisa ti ikon mrena është paraqit Margareta. Kur ka filluar asaj, unë nuk di që kam zgjat ma diçka ngjarja. Ajo ndoshta ka qenë edhe një 5 minutë që ajo pauza mes orëve që është. As ka fol me mua, as sa kam qenë në klasë, ajo nuk ka hyrë në klasë. Po atë kujtohet, E di që në korridor ajni e kom shpendru në hyrje dalje të klasës me Margaretën. si edhe një herë? Ajni ndru në hyrje dalje të klasës me Margaretën, ajo të hinti të dalë. Jo, ashtu jo. S'kujtohet. Jo, ajo është e kom pa në korridor me nxënës. Unë a ke pa atë ditë Margaretën? Po, po. Unë atë ditë Margaretën veç e kam pa në korridor me nxënës, mirë po në klasë. Gjatë prezencës tone nuk e Nuk pa. ka qenë asnjë sekond. A ki më shtu diçka tjetër Muhamet? Si përfundim? Në për momentin nuk po di çka më thon, kështu për momentin Gjykata nuk ka pyetje tjera, faleminderit. Faleminderit. Gjykata nuk ka pyetje tjera. Shpollat e përfunduar mbrojtja e pandehurit. Muhamet, a ke qenë i dënuar më herët për vepër penale ndonjëherë? Jo. Asnjëherë. Apo nën, cila është gjendja jote ekonomike? Qysh jeton? Pyetet i pandehuri se apo nën, cila është gjendja ekonomike, si jeton? Cila është gjendja ekonomike, si jeton? Për momentin jam duke punuar në arsim në një shkollë tjetër. Qysh e ki gjendjen ekonomike? A ki shtëpi, a ki pasuni kështu? Kam shtëpinë e babës. Po de? Po. Kam shtëpi time, punoj në arsim. Kam jetë mesatare, shtëpinë time. Përkatësisht prona është e babës. Edhe pse është një herë. Po edhe pse tani është në emër time.